Tani, gabim, Dorian. SPAK sot ka hapur 21 janarin dhe ka thirrur Lulzim Bash. Hyrja i, në një orë, doli, nuk tha gjë se nuk thuhet, thonë që nuk thuhen gjërat. Çfarë mendon ti, di një gjë, a si është kjo situatë? Do të na thuash disa gjëra, ti je avokat i 4 viktimave, apo? Më falë, kam qenë... Jam mëndaj? Lutëm? Qa ndorë tani? Dora të ndërshaj? Po, në regullje. Haj. Ishte i shkëpitë, më falë. Unë, dhe tani kam qenë, ka përvajsuar disa nga familjet e viktimat të 21 janarit, po, të vërtet, por familja Nika, e cila praktikisht ka vënë në vizë këtë proces të fundit, nuk përvajsohet nga unë, me gjithë duhet të kemi parasysh në këtë moment, po flasim, është e hapur me kërkesë me vendimin që bërë gjykata e lartë për ta detyruar SPAK-un për testuar për 21 janarit. SPAK-un në momentin e parë mori vendimin që nuk i takonte si kompetent. Dhe tash ka marrë përsipër ta jetojë, të ka detyrim nga gjykata, kuptohet që hetimi përfshin pyetjen e gjithë personave që kanë qenë të përfshirë në ngjarje, por ende në fazën e hetimeve sekrete, që do thotë që atë kusht nuk do thotë asgjë për publikun në lidhje me detajet. Avokat, ti beson që kjo çështje në fund do të jetohet vërtet? 21 janari? Besoj po. Besoj, por ka një lidhje të detyrueshme të drejt për drejt me ekspertizën e prerjes që u gjet në trupin e Alex Nik. Kjo është e rëndësishme për të sqaruar, në kohë të dikushme nuk arriti të kishte një sukses ekspertiza, sot ka mjete të specializuar për ta zgjidhur dhe mund të arrijë. Me anë të kësaj gjë dhe me gjithë të shpite tjera, dhe me audio përgjimin që zunë në pozicionit të SPAK-ut, është e mundur për të zbardhur ngjarje krejtësisht nga çdo në kohën e kaluar. Pra, unë shoh që ka mundësi të tjera. Luli Basha besoj unë të shtiru që të thot nëse ka parë ndonjë gjë se me sa më kujtohet mua, aty që i jepte pak zemër zotit Basha, edhe pse ai ishte ministri i Brendshëm, rinte dies pastë, më tregonte Sokol Oldashi, rinte aty që i jepte zemër dhe forcë që të qëndronte përballë situatave të vështira që ishin atë kohë, që edhe të majtët nuk është se bënë një gjë të mirë duke u lëshuar aty, por pastaj ajo që ndodhi ishte ajo që pam, domethënë. Kemi parasysh papranueshme dhe masë. Kemi ministri i Brendshëm, dhe jo vetëm kaq, por në audio përgjimin e dorëzuar të SPAK-ut, është përmendur një frazë në moment që thuhet ja po të kaloj ministri. Dhe pastaj këtu audio e për publike pritet, por audio që ka shkuar në prokurori po e gjër, po më kanë thënë, dhe ka shumë mundësi që këtë pjesë ku është vetë të bashkë që vlet. Në radhë. Pra ju besoni vërtet avokat, ju besoni vërtet që kjo çështje do të hetohet dhe do të kemi zhvillime edhe njerë, dhe kolegët nëse kanë një për avokatin me njerë, dhe... Nëse mund të bëj një pyetje nëse dëgjohet, zoti Matlia, a mund të më thoni në informacione që keni në cilin laborator është dërguar preda që u hoq nga trupi Alex Nikës në Turqi? Me qënë si jeni marrë me rastin edhe... Nuk e kam të informacion. Nuk po të them, përse nuk e klikës të informacion. Dëgjojmë shumë dobët avokatin. Dëgjojmë me zhurmë. Dëgjojmë një zhurmë, avokat? Po? Edhe njerë? Nuk e kam sa këtë informacion. Nuk e ke këtë informacion? Unë nuk e kam informacionit në cilin laborator mund të dërguar preda. Di që sot teknika e ka të mundur për ta zbuluar, me gjithë preda ka qenë shumë e deformuar. Flasim për një predë që ka gjurmët nga cila armë ka dalë, dyshohet që mund të dalë nga arma e komandantit gardës, por për ta përcaktuar me saktësi 100% të informacion, do duhet një riekspertim. Se ku e kanë quar për riekspertim, nuk e kam të informacion se shpjesë të hetimeve sekret. Avokatë, se dikush nga politikanë, të kishtë thënë që dhe ti ky është avokat i lidhur me Sorosin, kishtë thënë, për ty, po. A kjo është një histori tjetër. Unë besoj të, ti, jo vetëm pse unë të ne jemi një bashkëpunojmë, dhe me thënë, për problematikat që ne jemi patë, dhe unë kam një respekt në matë për një avokat vërtet me vlera, jo nga këta tipat që bëjnë edhe këto dillet në për gjykata shumë, si shkojnë, si seksere kështu, por një avokat i vërtet dhe me vlera. Ty të këshin, nga që s'kanë thonë për këto, që bën dille gjera të këshin futë Sorosin. Fatë mirim duke da nuk e di mirë se
Të këqin futur Personi Sorosin. që e tha, ka Soros ishtë bërë... asë të gjukatën në Shqipëri dhe asë për konsum të publiku shqiptar, e ka për të shtuar si të mbështetjes të Shtetet Bashkuara ku të thua që po turmohen nga Sorosi, ka një lloj vlere. Dhe ky është qëllimi nga këtij personi. Por hetimi vetë dhe gjykimi nuk ka lidhje me këtë personazh, pra me Sorosin, ka lidhje me një ngjarje që po hetohet që nga viti 2008. Unë kam qenë avokat i kësaj çështje që nga viti 2008 dhe edhe vetë Feruzan Durdaj në stadin e gjyqi sot tha që unë e njoh avokat që në atë kohë dhe ju më flisni për një kohë tjetër, por që në atë kohë nuk ka qenë as Soros, as kush domethënë dhe ky avokat ishte me mua. Kështu që këto janë konsume të panevojshme, çfarë po ndodh në gjyq është e rëndësishme. Avokat, ju si kundër ju besoni që do të ketë zhvillime për këtë çështje, në studion tonë ti do të jesh i pranishëm dhe do në ndihmosh për këtë problematik. Ende të pas zgjidhur dhe ose të zgjidhur në një mënyrë si thua si që ka zgjidhur pjesë ndërmuese të punëve drejtësia që ne kemi. Faleminderit shumë. S'kemi gjë, s'ka. Faleminderit avokat dhe shihemi në studio herën tjetër. Faleminderit. Natën e mirë bashkë. Tani të ndjekim një moment zotin Luli Basha që hyn dhe del në spak dhe pastaj ç'ndodhi aty. Klodi na jep pollësirat të rëndësishme. Po, jo të Klod të mori, Klod Lada, se ti s'kupton gjë nga kjo. Po pra Basha në spak se... Zoti Basha, një orë në prokurorin e posaçme, cili është interesi i prokurorëve mbi dëshminë tuaj? Jam thirrur si person që ka dieni për një çështje në hetim. 20 janar? 20 janar, Zoti Basha? Informacionin se për cilën çështje jam thirrur, ju lutem ta merrni drejt për drejt te institucioni, sepse ligjërisht duhet të respektoj sekretin hetimor. Ka pasur urdhër 20 janar për të qelluar. Këto ishin gjithçka që kisha për të deklaruar për këtë çështje. Për tjerat me siguri ju ka marrë malli për konferencë për shtyp, po duhet prisni edhe pak. Po juve ju ka marrë malli? Mirupafshim. Pra zoti Basha e ndoqët, hyri, ne një aty një orë, doli, tha disa fjalë, edhe du më thëmë na i sesh me aktiviteta një ekon, po është thirrur për këtë problem të sin besoj e një mirë,